nga kryeministri i vendit për ta normalizuar një situatë që është teta normale. Pra, ai bën thirrje që Erion Velia tashmë duhet të lirohet, sepse qyteti ka nevojë për Erion Velia. Pikërisht duhet pyesja Don, a mos përpiqet Don që ti hedhi si portokalle dhe Ballukun dhe Velia ndonjë që ti mbaj të dy të kënaqur. Ati i thot Don që ti do të kthehesh në zyrë, do lirohesh, kësa i thot ti vazhdo puno, dalim të dy bashkë në televizor. Për këtë s'ka pasur asnjë reagim fare sa i përket numrit 2 të shtetit që akuzohet e marrë pandehur pra për një mega aferë korruptive. Edi Rama nuk ka mbajtur absolutisht asnjë qendrim zyrtar. Qoftë edhe nuk e di. Dhe po përpiqet të normalizojë një situatë që është absurde sepse pas nesër të mërkurën pritet që Belinda Balluku të vinë në komisionin ku jam dhe unë, komisionin e infrastrukturës dhe të të paraqes projekt buxhetin e vitit 2026. Një njeri që është një hetim për vjedhje. Që është absurde situata, nuk mund të normalizohet një gjë e tillë. Dhe aq më tepër kur Partia Socialiste, edhe kur erdhi për të dëshmuar zoti Dumani në kuvend, flamurin që e tund gjithmonë ka që ne e bëm reformën në drejtësi. Atëherë si mundet që këta që mbështesin kaq fort reformën në drejtësi, nuk vendosin një kriter minimal që një zyrtar që është i marrë i pandehur nga prokuroria të jap dorëheqjen dhe t'i hap rrugën drejtësisë, të hetoj sipas standardeve dhe nëse është i pafajshëm, të shpallet i pafajshëm të rikthehet në detyrë. Ky është kriter minimal. Nëse je bashkëpunëtor i drejtësisë, atëherë jep dorëheqjen nga posti që ke, nga kjo si thonë më, e kuvendit. Si deputete, apo si zëvendës kryeministre? Kjo pra që ka imuniteti, se s'më vinte. Jep dorëheqjen nga imuniteti, hapi rrugën drejtësisë të bëjë hetimet e veta dhe nëse je e pafajshme, riktheu në detyrë. Unë do të vazhdoj të pyes si pedagog të ndërtimit. Tani opozita thot Don që këto janë rrugë të florinta, Don kosto e kilometrit linear të rrugëve është 20 milion, ka dhe raste 25. Tani ndoshta me inflacionin, me rritjen e kostos të lëndëve të para, uljen e euros, zhvlerësimin e euros dhe dollarit në të kohë, ti si specialist, si shikon sa janë në tregjet rajonale dhe globale, kostot e ndërtimit të punëve publike, të punëve botore, të urave, rrugëve, autostradave, tuneleve. Sigurisht që është 10 fish më shumë të paktën, po nuk ka nevojë me qenë specialist. 10 fish më shumë në Shqipëri, apo 10 fish më shumë andej? Në Shqipëri, pra, janë kosto të... Pas skandal të duke kursyer. Janë kosto që nuk mund të justifikohen në asnjë mënyrë fare. Edhe sikur të ndërtoheshin ato veprat e artit i quhen këto urat panoramike me radhë, prapë nuk mund të justifikohen, po këtu nuk ka nevojë me qenë specialist. Mjafton një qytetar i thjesht të kalojë te kjo rruga Thuman Kashar, ku tabela thot mund të ecet me 130 km/h dhe nëpër këto si thua aty në momentin kur ka ura, te fugat e urave domethënë, ka një goditje të makinës që të shkatron amortizatorët. Me një shofer i thjesht e kupton që aty është vjedhur deri aty ku s'mban më ujë pilavi, si thua. Dhe vetëm një arsye pse mbase nuk din më don ti bashkojnë masa, pse do të po si ti bashkojnë. Është problemi i inxhinierisë, e ka zgjidh bota para 100 vjetësh atë punë. Kështu që është thjesht me qëllim që të jepet me koncesion dhe koncesionari pastaj të fut lekët në xhep domethënë. Dhe një gjë e fundit dua të them, sa i përket edhe rolit të Spakut, mos harrojmë faktin që rasti Balluku është i pari rast që jetohet nga Spaku që implikon dashur pa dashur Edi Ramën. Për shembull, po të marrim rastin e Erion Veliajt, figura kryesore aty për akuzat që janë ngritur, është vetë Erion Veliaj, domethënë, për pasurimin e me radhë. Në rastin konkret, për anulimin e një tenderi, futjen në lojë të një tenderi tjetër, një kompani tjetër. Po sepse se kanë hetuar në njëri në Veliajn, as për teatrin, as për inceneratorët, as për 5 majin, as për... Pra, 5 majin e kanë por ama Balluku po hetohet për një çështje që drejt për së drejti do apo s'do, do ta pyesin, po Edi Rama nuk ishte ndjenin të kësaj gjëje, dhe Balluku ka shumë më tepër arsye për të bërë bashkëpunëtor e drejtësisë, për të hequr përgjegjësi nga vetja dhe për të implikuar Edi Ramën. Kështu që ngelet për të parë, sidomos ky rast, thuash, se sa lart do të shkojë le të themi.
vetë fakti që është numri 2 shtetit, Belinda Balluku është sigurisht shumë i rëndësishëm. Babo, ajo emaili, se do ta themi 100 herë këtë që të binde njerëzit. Emaili që i çon CEO i International Hills, Erviz Beberi, që i thot ore ka vënë duart në kokë. Do i hithni jo për vetëm beton, por edhe çelik brenda atij, se nuk po bëjmë një vrim, po bëjmë një tunel, është ke thënë gjithçka për të kuptuar se çfarë afere kemi të bëjmë. Por nuk ke nevojë fare, nuk duhet ta dia zonja Balluku në këtë mes apo zoti Rama apo cili do. Këta kanë bërë një vepër e cila më e pakta nuk ka kolaudim. Dhe unë nuk e di si qytetar në rast se është apo nuk është e rrezikshme ajo vepër. Po a mendsojmë, këta kanë bërë një vepër, teorikisht unë po flas jo me leje ndërtimi. Thonë është dëmë leja me kusht, po dhe leja me kusht presupozon që ti duhet ta japësh një herë, ta zbardhësh si leje dhe pastaj fillosh punimet. Këta kanë dhënë para nga buxheti i shtetit të deklaruar që në nëntor 2021, kur mbikëqyrja është bërë në prill.